A duhen bërë meshkujt synet? Cirkumcizja që quhet në gjuhën mjekësore, synet lëku në gjuhën popullore. Në fakt, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka një statistikë globale përgjithsisht ku thuhet që synet lëkun apo cirkumcizion meshkujt përgjithsisht e bëjnë për efekte kulturore apo fetare, ndërsa për sa i përket për shkaqe mjekësore ka një numër më të vogël të meshkujve që bëhen synet apo cirkumcizja. Në fakt, bërja e synet lekut për efekte shëndetësore është shumë i rëndësishëm, i cili bëhet në çfarëdo lloj moshe. Pse është i rëndësishëm? Pasi ajo lafsha e cila mbulon kokën e organit mashkullor krijon bakterie dhe mikrobe të ndryshme duke shkaktuar fimozë, pra një infekcion në organin e tyre mashkullor, që impakton pastaj dhe fshikëzën e urinës duke dhënë infeksione urinare. Dhe nëse ky mashkull është dhe në një lidhje intime me një partnere, sigurisht ja transmeton këto infeksione dhe partnerës së vet. Ndaj kemi thënë shpesh që është shumë e rëndësishme higjiena jo vetëm tek organi gjinor femror, por shumë i rëndësishëm higjiena dhe tek organi mashkullor, pasi të dy organet nuk janë steril. Cirkumcizja, siç e thash, apo synet lëku, bëhet në çfarëdo lloj moshe. Madje ka dhe studime të tilla që thuhet që nëse një mashkull bën cirkumcizion, ndikon pozitivisht, kryesisht ul atë rrezikun për kancerin e penisit. Kështu që cirkumcizja për të gjithë ata persona, në çfarëdo lloj moshe që janë, nëse kanë fimoza apo infeksione të shpeshta urinare dhe e përcakton specialisti që vjen për shkak të lafshës që mbulon kokën e organit tyre mashkullor, është i domosdoshëm për t'u bërë. Faleminderit.